Ai ka bërë një zgjidhje tjetër nga ajo e shumicës së bashkëmoshatarëve të tij. Edhe pse 70 vjeçar Petrit Balalla ka preferuar të punojë pa u ndalur asnjë ditë të javës. Në barakën e vogël të cilën e ka privatizuar rreth 20 vite më parë, ai kalon orë të tëra. Rregullimi dhe mbushja e çakmakëve është profesioni i 70 vjeçarit nga Tirana, i cili përveç se punon për të ndihmuar pensionin, kjo punë i fal atij edhe kënaqësi e vitalitet. Pasi në përshëndet me përzemërsi pa asnjë hezitim, ai fillon të rrëfej historinë e ngritjes së barakës tashmë 20 vjeçare. Kam qenë mekanik e ripërim shërbime, që kene më shëndori. Kur u bo vetë financimi, unë e more këtë barake për të plësuar rrogën. Pas sajt, u bo privatizimi. Nga gjithë ka të jamashe më sëne, me kriju një ofertë, edhe më thanë, o din asistencë për një vjetë, ose privatizoj këtë baraken, edhe vazhdojmë me këtë punë. Punë e vështirë, ka gazër, ka helme. Pas sa të shkoj kjo punë, nuk ka problem. Një jetë, sa të kem rris nga Zoti. Të shi kara puna fare, se nga që kanë hy këto çakmakët me këto ginezët jenë edhe me ka qenë problem shumë. Kara puna 90%, dikur mashe veten, mashe familjen, edhe krijoshi një rezervë për t'jetu. Tashish edhe vete nuk e maj. Sa bën një mbushje? Një mbushje 20 lek. Po sa mbushje mund bësh gjatë dite? Tashi nuk të thash edhe njerë, për cigare edhe për kafe, mu nuk më dalin. Dikur majsh e shpin. Ai do vazhdoj të vijë çdo mëngjes, të pres klientët të cilët tashmë janë dhe miqtë e tij të përditshëm, edhe pse të ardhurat nga orët e punës nuk i mjaftojnë as për një kafe dhe një paket cigaresh. Baraka e Petrit Balallës do të vazhdoj të hapet për aq kohë sa shëndeti ja mundson një gjë të tillë.